Dhe mbi çfarë kriterësh është bërë kjo paketa maleve? Për shembull nga kavaja, por nuk kemi ndaj mal atje. Atëre, ne mund të bëjmë leksione gjeografie për sa i përket përkufizimit të maleve në sensin e lartësisë. Paketa e maleve është një nocion më i gjerë për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal në të gjithë territorin e vendit. Ajo çfarë ne bëjmë në këtë moment është shumë e thjeshtë, janë vetë bashkitë të cilat e fillojnë procesin e zonave që ato gjykojnë që janë prioritare për zhvillimin lokal. Qeveria në këtë moment bën miratimin e këtyre zonave, po janë, edhe duhet ta analizoj këtë fakt, janë po vetë bashkitë që ndjekin gjithë procedurat për sa i përket zhvillimit në territor. Po, në lidhje me problematikat e pronësisë, sepse një pjesë e këtyre zonave që ju thoni janë ndarë me ligjin 7501, ndërkohë që në këto toka mund të ketë dhe pronar. Si do ta zgjidhë qeveria këtë problem ku ka qytetarë të cilët kanë certifikate me ligjin 7501, ka dhe qytetarë të cilët kanë dokumentat e vjetra që janë trashëgimtarë të kësaj prone. Si do ta zgjidhë paketa e maleve këtë problematikë, megjithëse do të theksojmë që ka 13 vite dhe në janar ligji për kthimin dhe konfiskimin e pronave e ka mbaruar afatin. Si e ka menduar qeveria këtë problem? Atëherë unë do të falenderoj për pyetjen, sepse besoj është shumë e rëndësishme dhe duket qartazi që informacioni është i cunguar për sa i përket paketës maleve. Më lejo të shpjegoj vetëm dy gjëra. Paketa e maleve nuk është i nisëm për zgjidhjen e pronësisë që ti mbivendosësh 7501 apo ligjeve të tjera. Paketa e maleve është instrument për zhvillimin lokal. Dhe në këtë ne duhet të kuptojmë dy momente që janë shumë të rëndësishme. Spari, nuk ka në asnjë rast mundësi që paketa e maleve t'i bivendoset një tokë e cila është pronë private e regjistruar. Ka zero shans. E para. E dyta, bëhet fjalë që çdo aplikant i cili ka të drejtën të aplikojë në paketën e maleve duhet të plotësojë dy kushte. Ose duhet ta ketë zotruar atë territor për spaku 10 vjet, ose duhet ta ketë zotruar atë territor me një dieni të gjerë të publikut, siç kemi raste sidomos në veri të Shqipërisë, kur njerëzit i kanë ndarë tokat në bazë të kufive të vjetër, por nuk kanë dokumentat e pronësisë dhe nuk ka aty asnjë pronar tjetër privat. Në këto raste atyre lindet drejta për të aplikuar, por kjo nuk është përfundimi i procesit. Procesin vetvete ka disa tregues, sidomos për të garantuar që komuniteti të jetë i përfshirë, duke përfshirë afatin 45 ditor publik, që çdo aplikant që e ka bërë në bashki, bashkia pasi bën verifikimet, shpallet 45 ditë, gjatë këtij afati 45 ditor, nëse ka një kontestim nga kufitari, nga një subjekt i cili mund të pretendojë pronësi në të njëjtën territor, procesi automatikisht pezullohet. Kështu që unë besoj që ligji qartazi i ka vënë të gjitha valvurat e sigurisë në thonjza për mos krijuar konflikte në territor. Dhe garancia më e madhe, që të jemi sinqert me ju po ashtu, është pikërisht bashkia e cila duhet garantojë mbi të gjitha transparencën, gjithë përfshirjen e komunitetit gjatë këtij procesi për sa i përket paketës maleve. Faleminderit. Po, më fal. Joana Preja nga Report Televizion. Në fakt, unë doja të pyesja në lidhje me vendimin për krijimin e bordit. Ka tashmë për një javë që është krijuar bordi për naftën, kur çmimi i naftës ishte me 217 lekë për litër. Ka kaluar tashmë një javë dhe pse nuk kanë ndërmarrë asnjë mas konkrete nga ky bord dhe doja t'ju pyesja po ashtu, a është konstatuar nga ana juaj një rritje të çmimit të produktet e tjera përtej naftës? Atëherë, për sa i përket bordit, ajo që do të ishte më e sakta është që bordi sot do të mblidhet, është duke marrë gjithë informacionin për sa i përket lëvizjes së çmimeve dhe mbi të gjitha ndryshimit që ka vetë çmimi i bursës me atë çfarë ne shohim në pikën fundore ku vetë ky produkt shitet në territor. Dhe bordi do dali me një vendimarrje sot, po nuk do doja sepse i takon bordit të vendosi për sa i përket asaj çfarë po bëhet në lidhje me ndryshimin e çmimeve dhe lidhjen e tyre me çmimin e bursës. Pyetja e dytë, më fal? Kishte dy pyetje apo? Po. A keni konstatuar një rritje tjetër të çmimeve të produkteve të tjera përtej naftës, duke marrë shkas normalisht edhe nga rritja e naftës, e çmimit të naftës? Nuk mund të flas në detaj për këtë, por do të them vetëm diçka, kuptohet që rritja e çmimit të naftës dhe aq më tepër inflacioni që sjell në produktet, le themi në një bazë gjerë, kërkon një kod caktuar. Gjithsesi ne ajo çfarë jemi duke bërë është që e para të garantojmë transparencën. Duke filluar jo vetëm me produktet bazë, por patjetër edhe me
produktet si nafta ose që kanë të bëjnë me energjinë, që ne të garantojmë që mos ketë spekulim në treg, se kjo është gjëja e parë që ne duhet kuptojmë. Ne duhet garantojmë që në treg nuk mund të përdoret kjo situatë për të spekuluar në kurrizë qytetarëve. E dyta, patjetër qeveria është e gatshëm të marrë masat e duhura kur ne gjykojmë që situata është e tillë që bara për qytetarët ka një impakt jo të vogël dhe patjetër qeveria do të marrë masat e duhura nëpërmjet bordit të transparencës apo dhe institucioneve të tjera. Përshëndetje zoti Demo, Donata Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Duke u rikthyer edhe një herë tek paketa e maleve, ju thatë që janë rreth 500 aplikime, ndoshta do të vijojnë, por a ka përllogaritur qeveria një impakt të drejtë për drejtë se si do të përkthehet kjo për benefitet në zonat ku aplikohet? Faleminderit. Aplikimet që ne flasim sot nuk janë thjesht shprehje interesi, por janë aplikime reale që janë të bazuara brenda zonave prioritare që tashmë janë të shpallura, që do të thotë që kanë një probabilitet, le të themi, suksesi relativisht të lartë. Ajo çfarë do të nënvizoja është fakti që nëse ne referohemi objektivit që kemi vendosur që brenda vitit 2026 ne të kemi 1000 aplikime, tu flasim për disa dhjetra milion euro investime që vetë qytetarët do të realizojnë në territor, të cilat do të kenë një impakt ekonomik të konsiderueshëm. Vlera fillestare për këto 1000 aplikime do të jetë, unë besoj që është së paku 50 milion euro investime në territor, në zona të thella, por patjetër edhe në zona të tjera të cilat kanë prioritet zhvillimin e turizmit, të gjykuar nga vetë bashkitë, dhe jam i bindur që të gjitha këto investime nuk është thjesht impakti ekonomik që do të kenë thjesht për vlerën e investimit apo qoftë edhe për punësimin, por duhet kuptojmë që ne kemi raste pafundtashme në Shqipëri që subjekte të caktuara, nisma të caktuara, sipërmarrje të caktuara kanë ndryshuar rrjedhën ekonomike të zonave të tëra. Dhe ajo çfarë ne besojmë është që paketa e maleve jep pikërisht mundësi të gjithë këtyre njerëzve të cilët me shumë dashuri dhe mund duan që të bëjnë ndryshimin në tokën për ata nga kanë ardhur. Prandaj ne besojmë fort që paketa e maleve do të jetë një sukses i padiskutueshëm për zhvillimin ekonomik lokal dhe unë jam po aq i bindur që dhe vetë kryetarët e bashkive janë shumë motivuar që ta çojnë përpara këtë paketë. Faleminderit. Mirdita, me miratimin sot në Këshillin e Ministrave të ndryshimeve në vendimin numër 645 datë 1/10/2014 për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave, u hodh një hap shumë i rëndësishëm për të garantuar më shumë transparencë, stabilitet dhe siguri në tregun e barnave në Shqipëri. Ky vendim vjen si një përgjigje ndaj nevojës të hershme për përmirësimin e metodologjisë të përcaktimit të çmimeve të barnave, për shpejtimin e procedurave dhe